Kisha e Grabovës në Gramshë, një prej objekteve të rëndësishme të trashëgimisë fetare dhe kulturore, mban ende plagët e grabitjeve dhe dëmtimeve të viteve të shkuara. Më të goditurat kanë qenë ikona dhe objektet e shenjta, të cilat sipas klerikëve janë vjedhur dhe kontrabanduar jashtë vendit. Atë Mihali, prifti i kishës, shprehet me dhimbje se godina fetare është dënuar ndër vite, duke humbur një pjesë të çmuar të historisë dhe identitetit të saj. Gjithashtu, këtu në Grabovë, ne në këtë kishë kemi çfarë të themi, por jo shumë fjalë të mira për të kaluarën, për cilën u masakrua, u vodh. Në rast se do të themi syt përpjet, të gjitha pjesët e ikonave të tavanit, të rrethore apo trekëndça apo 6 këndça, 8 këndça që janë vjedhur dhe kjo është e keqja më e madhe, të cilat ato nuk vinë më për arsye se ato janë marrë, janë vjedhur shqip edhe janë kontrabanduar jashtë vendit. Shauri ndërtua gjatë viteve të drejtimit të kryepeshkopit të ndjer Anastasi Janullatos, duke rikthyer funksionin fetar dhe jetën shpirtërore në këtë zonë. Sot, përveç ruajtjes së trashëgimisë, atë Mihali ka edhe një thirrje për besimtarët. Fonde të mëdha janë derdhur, por ne duhet jemi të Zotë që këtë kishë ta mirëmbajmë, të kujdesemi, edhe të kemi një pjesëmarrje dhe dashuri për të ardhur vazhdimisht në këtë kishë. Për arsye se kisha është ushqimi shpirtëror për tërë ne ortodoksit dhe në mbar vendin. Kisha e Grabovës mbetet një simbol i rëndësishëm i besimit dhe historisë së zonës së Gramshit, ndërsa rikthimi i ikonave të humbura shihet si një mision për të rikuperuar një pjesë të memorjes kulturore dhe shpirtërore të komunitetit.